drejt për drejt në Venedik dhe po e shikojmë Valbonën që ka gjetur një prapavim pak më të mirë se Miki. Mirë mëngjesi Valbona! Buongiorno! Buongiorno! Come va? Mirë mëngjesi! Se tu parlare per italiano? Dje në orën të vona të natës kemi arritur në Itali, mirë po energjia është fantastike, mua më vjen shumë keq që kafën e mëngjesit sot nuk po e pim së bashku me ju. Edhe ditën e djeshme, por edhe dje ishte. Po. Sepse ishte Po uftimi. dje isha në rrugë, dritro dhe nuk më mungove, po. Nuk të mungova. Më thuaj si ishte fluturimi? Shumë mirë, dritro, fluturimi kaloi shumë mirë, edhe pse ishim një grup pak më e madhe që udhëtuam drejt Venedikut, pra ishim pjesëmarrës të muzeut bashkëkohor nga Shkupi, ishim po ashtu edhe kuratorët, të gjithë edhe ne media që do ta përfaqësojmë dhe do ta përmbajmë të gjithë ndodhin që do të ndodhë këtu në Venedik. Është një ngjarje shumë e madhe, do doja të filloja që nga prezantimi i vetë qytetit ku po ndodhemi edhe ne, sepse gjithçka dritor rreth neve është art. Gjithçka rreth neve është një bukuri e cila e ka bërë botën që t'i kthet në sytë pikërisht nga Italia, nga Venediku. Unë të doja shumë që të ndaj me ju disa edhe informacione, para se të kalojmë edhe tek tema e ditës, sepse me zje pres, edhe pse nuk e dëgjova, po. Do të mbahet, do me thënë, Biennalia. Po, Biennalia do të mbahet dritro që nga data 9 maj do të jetë ajo hapja solemne, edhe pse ne jemi këtu më herët dhe ta artistë që do të marrin pjesë nga 100 shtete, nga 110 prezentime që do të kenë në paviljonet të ndryshme të çdo qyteti, do të ketë artistë, do më thënë, botëror, ndërkombëtar, mirë po mbi të gjitha do të jetë një ekspozitë, si që quhet edhe Olimpiada e Artit, deri në 22 nëntor, pra të gjitha të ardashësit që duan të shohin Biennalen dhe të ndjekin të gjitha ato prezentime të artistëve të mëdhej botëror, do të kenë mundësinë për gjatë gjithë vitit të themi kështu, të ndjekin një ndërngjarje më madhështore prestigjioze në botë. Tani të kalojmë tek tema e ditës. Po, tema e ditës, Valbona, për sot është: a respektohet më shumë frika se sa ndershmëria? Wow, unë nuk mendoj që respektohet më shumë frika sa ndjeshmëria, mirë po unë mendoj që është shumë mirë të kesh frikë. Të kesh frikë të bën pak ka shumë një njeri pak më, si të them, më të mirë në një aspekt, sepse ke frikë të mos dështosh, ke frikë të mos gabosh, mirë për të njëjtën kohë të mundoson që të jesh verzioni jot më i mirë. Ndërsa ndjeshmëria është shumë një virtyt i rrallë dritro që gjendet tek njerëzit, por edhe një mesazh që do doja ta jepja për ndjeshmërinë është që mos ta humbin ndjeshmërinë njerëzit edhe për shkak të rrethit ku jetojmë dhe gjërave që na ndodhin. Mendoj që virtytet e mira nuk duhet anashkaluar, edhe nëse i keni, mos mendoni që jeni shumë naiv, por që i keni domethënë anë pozitive të virtyteve, karakteristikave personale. Po mirë, Valbona, sot shpesh dëgjoj njerëz që thonë, për shembull, mos u sill shumë mirë sepse të hipi në kokë. Domethënë, pa vetdije, po mundojmë që gjeneratat e reja t'i bëjmë që të jenë më luftarak me bryla dhe jo me ndershmëri. Apo e kemi edhe atë thënien e famshme, po nuk u bëre presion, askush nuk të dëgjon. Dhe kështu që i edukojmë paksa në mënyrë të gabuar, edhe të rinj, në vend që me ndershmëri, me të gjenë zgjidhje, ne mundohemi që ndonjëherë të jemi më të zëshëm, të zhurmojmë më shumë, dhe kush është më i zëshëm, është më i fuqishëm, dhe gjithmonë ata më të zëshmit gjenë zgjidhje. Ndërsa të tjerët, të ndershmit, po presin e radhë. Është shumë e vërtetë, kjo ndodh shumë shpesh, sidomos kur edhe i themi të rinjëve, moshave, do më thënë pak, si të them, më problematike që janë në fazën ende të zhvillimit të karakterit të tyre, do më thënë mos u bë shumë i ndershëm, apo mos u bë shumë i butë, sepse të shkelin, të hypin mbi kokë, kështu me radhë, shumë e vërtetë. Mirë po në sërish do doja që ata të gjenin vetë rrugën e tyre, mirë po në të njëjtën kohë mos të humbasin virtytet e mira. Nuk do të thotë që je i ndershëm që ty do të shtypin gjithmonë. Në fund të ditës, jeta është një manifestim, unë mendoj, dhe nëse ju manifestoni të mirën, e mira do t'ju kthehet. Ndoshta edhe gjërat ndonjëherë nuk ndodhin në kohën e duhur drejtëro sepse nuk duhet të ndodhin në kohën e duhur. Mund të ndodhin dikur, do të thënë kur Perëndia apo atmosfera don që të krijon. E kupton, kështu që asnjëherë nuk duhet humbur virtytet e mira, edhe pse dikush apo një grup e shoqërisë funksionon në një mënyrë tjetër.
tempoja apo edhe jeta jonë e ka tempon ideale, se cili e ka tempon e ti, kështu që nuk duhet të zhytemi në tempot e jetës të tjetër kujt. Lavdëro gjeneratën tënde, lavdëro ti. Po normalisht, gjeneratë e artë. Të kalim drejto pak të bianalet. Po, të kalojmë tek bianalet, se ne sot do të nisemi drejt Venedikut, pra aty pikërisht ku do të mbahen edhe ekspozitat e shumta. Unë dua të ndaj me ju informacione që pak a shumë kemi ndarë edhe në emisionin e mëngjesit, por bëhet fjalë pra për bianalet e vitit 2026 apo për edicionin 61, i cili do të hapë dyert për të gjithë ardashit botëror, ndërkombëtar, sepse me të vërtet nuk di si ta përshkruaj këtë energji që ndodh në të gjithë qytetin, pra gjithçka është art, ka shumë turist, mirë po tash për momentin jemi në atë periudhën kur të gjithë mediat botërore po marrin pjesë dhe artistët po i përgatisin ato hapat e fundit para përgatitjet e fundit për ekspozitat e tyre. Pikërisht nesër të premten me datën, nëse nuk gabon mirë, nesër jemi i 8 maj. Me 8 maj do tjetë edhe hapja solemne e pavilionit të Maqedonisë së Veriut, pikërisht me artistin tonë, të cilin e kemi pasur edhe në studio, është Velimir Gjernovski, dhe kuratorët janë Tihomir Topuzovski, e kemi pashtu Amanda Butkes, e cila është nga Kanada, dhe pikërisht e kemi edhe drejtorin e muzeut bashkohor në Maqedoninë e Veriut, i cili është Avni Qaili. Ekspozita dhe domethënë pavilionit i cili është i përcaktuar për Maqedoninë është në ex Capella Buon Pastore Castello. Njëkohësisht, unë dua të ndaj me ju informacione. El Castello. Asa e bukur. Diçka ashtu, tingon shumë bukur, shumë egzotike dhe romantike. Shumë italiane. Unë dua pak të ndaj informacione. Po, duhet të ndaj informacione edhe për Kosovën drejtore, edhe për Shqipërinë, sepse unë jam shumë e lumtur që do të kemi mundësi të ndjekim edhe këto dy shtete tona, të cilat nga Kosova e kemi artistin Brillant Milazimi, i cili pashtu ka organizatorë dhe kuratorët Jose Esparza Çongçuj, Hana Halilaj, të cilët janë nga Galeria Ndërkombëtare e Kosovës, janë pashtu të sponsorizuar apo të mbështetur nga Ministria e Kulturës, të Rinisë dhe të Sportit. Paviljoni i Kosovës është përzgjedhur për Chiesa di Santa Maria del Pianto në Castello. Pra jemi shumë afër besoj me këto shtetet ballkanike, mirë po që do të kemi mundësi të gjithë ju që dëshironi të ndjekni këto ekspozita, këto, si të them, pjesë të artit të cilat me të vërtet kemi nder që të ndjekim nga afër, por edhe nëse dëshironi ta ndjeqni edhe Shqipërinë, e kemi artistin Getm Korini me organizatorët nga vendet të ndryshme të botës, Malgorzata Ludvisiak, e cila është pjesë e kuratorisë të gjithë organizimit të Shqipërisë. Shqipëria do të merr pjesë në adresën apo së të them në lokacionin e Arsenales. Unë kam ndjekur pak nga ekspozitat e Kosovës dhe Shqipërisë në rrjetet sociale dhe janë fantastike, mirë po edhe Maqedonia e Veriut me një skulpturë gjigante, e cila e kemi pasur edhe Velimirin në studion tonë dhe ka treguar për, si të them, historinë pas një skulpture të tillë, mirë po që është fantastike. Ne, pra, hapja solemne e shtetit të Maqedonisë nesër do të bëhet në pjesën e Venedikut, pikërisht me 9 maj. Do të kemi shumë fytyra publike dritëro, do të kemi shumë artist botëror, do të kemi shumë ngjarje që do të ndodhin, unë do të mundohem që të përfshi të gjitha, të mundohem të bëj edhe intervista përderisa ata kanë kohë të lirë, të marrë edhe inserte të shumta për ta përçuar edhe energjinë e cila po mbizotron në Itali. Mirë po mbi të gjitha do të kemi mundësi që për gjatë gjithë javës që do të shndrojmë këtu, të ndjekim ngjarje me të vërtet madhështore. Venediku është një vend që ka shumë energji. Unë dje e kalova një qaste shumë të bukura përderisa po u bashkoja edhe me të gjithë organizatorët e një projekti kaq gjigant që është pikërisht Bienalja, dhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Dua të falenderoj po ashtu televizionin ton Alsat, i cili na ka mundësuar që të marrim pjesë dhe të jemi, si të them, mbulues general të një ndër ngjarjeve më të mëdha prestigjioze botërore. Dhe sigurisht që do të kemi lidhje të drejtë për drejtë edhe ditën e nesërme, Valbona. Uroj që nuk do të na harrosh, sepse ndonjëherë Italia i ka disa mënyra, kështu që njerëzit u krijohet një amnezi që harrojnë çdo gjë që kanë kaluar. Uroj që nuk të ndodhi edhe ty. Nuk e di si po flas, sepse nuk po e dëgjoj vetëm dhe nuk po ju shoh juve, më po shpresoj që gjithçka ka shkuar ashtu siç duhet, sepse unë edhe pak do të filloj të flas italisht. Nëse nuk e humb rrugën drejt Certo, nëse nuk e gaboj rrugën të futem me ndonjë kanal apo një drejtim të gabuar, do të lidhem edhe nesër drejt pa merak. Miki tha kështu.
Tha në qoftë se Valbona do t'jetë sot e hypur mbi gondol, dhe tha tek atëherë do ta ketë pamjen më të mrekullueshme se time. Sepse edhe Miki pati një pamje fantastike sot në ofër. Me të vërtet? Po. Mos më thuaj që ka hyrë në një barkë. Ishte në një barkë, Miki. Pikërisht kur unë nuk isha në studio. Ishte në një barkë, por jo barkë, ishte një jahtë. Bëj shaka. Jahtë. Të pritnim sot që do t'jesh në një gondol. Miki priti që ta sfidoj unë, që të hypë në ndonjë barkë. Po tha për pamjen, e sfidoj tha Valbonën për pamjen. Nga sot e të tje, do me thëmë, vetëm do të ketë kështu, të them, energji pozitive mes gazetarëve, kush në cilën pamje më të bukur ndodhet. Kështu që ke mundësi të gjesh pamje shumë të bukura. Edhe pse unë do doja të ndaj një informacion me ty, base e din, po edhe shikuesi tanë, karnevali maskave, kur mbahet në Venedik, ata, ai krijuesi i maskave të shumta, kur flas me mira maska, duhet i dim që ata bëhen në Shkodër dhe jo në Venedik. Me të vërtet? Kjo është një informacion të cilin e kam pranuar edhe vetë italianët, edhe pse festivalin karnevalet e Venedikut, Maskembali që mbahet atje, është me mirë qindra vjeçar, apo nuk e di sa vite më të ketë, por maskat, mund të themi 20 vjeçarin e fundit, bëhen në Shkodër dhe shfaqen në Venedik. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Me të vërtet një informacion shumë i bukur, që do doja shumë që tani kur ta vizitoj pikërisht pjesën edhe ku janë maska dhe ato të gjitha të themi artizanatet apo dyqanet e vogla të cilat edhe prodhon, do të mundohem që të konfirmoj edhe indirekt të zbulosh një informacionin e informacion. Më bëhet më duket diçka shumë e bukur dhe një informacion shumë i bukur. Drejtoro, unë edhe pse nuk dua pak ta zymtoj të gjithë këtë atmosferë, unë vetëm dua të ndaj një ngushëllim për familjen dhe për të gjithë ata artdashësit e pikërisht futbollit. Unë kam pas nderin të punoj me një njeri të tillë, me doajenin e gazetarisë sportive, dhe me të vërtetë ai lajm dje më shqetësoi shumë që ndroi jetë gazetari i njohur Sami Ademi. Unë shpreh ngushëllime për të gjithë ata që familjarët fillimisht, mirë po edhe për të gjithë ata që e kanë dashur, dhe unë jam e di në fakt këtë informacion që shumë njerëz të cilët e kanë ndjekur sportin pikërisht e kanë ndjekur më shumë vetëm për nga komentimin e tij fantastik. Komentimin e tij fantastik. Unë kam pasur nderin dhe kam pasur një raport shumë të mirë me Agjen Sami. Më vjen shumë keq për një lajm të tillë, për domethënë ndrimin nga jeta mirë, por shumë të hershme, sepse ai drejtoro asnjëherë nuk ndaloi, vazhdoi të punon, edhe pse ishte në pensionim, ai ishte pjesë e emisioneve i cili vazhdonte gjatë gjithë kohës të jetë aktiv. Zotëria Sami ka qenë në drejtoro pikërisht ai person që e ke lajmëruar në telefon dhe të ka ndihmuar për çdo aspekt. Unë dua të shpreh ngushëllimet për të gjithë ata që familjarët, mirë po edhe për të gjithë ata që e duan sportin dhe që e kanë ndjekur me shumë vite. Ne un pak më parë shpreha kafja mëngjesit. Pak më parë shpreha edhe ngushëllime këtu në emision, por sigurisht që do të na mungon shumë zëri i tij për komentimet fantastike. Shumë. Valbona, prandaj them gjithmonë të mundohemi të jetojmë jetën ose ditën, si kur është gjithmonë dita jonë e fundit. Dhe të mundohemi të jemi të ndershëm, të respektueshëm, sepse kur lëm vepra të mira në këtë botë, do të kujtohemi për gjithmonë. Ti e din drejtor që unë me të vërtetë ashtu funksionoj. Normalisht më kanë ndodhur disa gjëra në jetë që më kanë stimuluar këtë ndjenjë, mirë po me të vërtetë, po, shumë e vërtet, mirë po me të vërtet çdo ditë të jetës e jetoj sikur të jetë dita ime e fundit, sepse me të vërtet dua që ta shijoj bukuritë e kësaj jete, mos të nervozohemi, mos të stresohemi për gjëra që nuk kanë rëndësi, të jemi një version jonë më i mirë, të jemi njerëz të lumtur për veten, mirë po edhe për rrethin që na rrethon. Gjithmonë bani virtytet e mira pozitive ashtu siç kanë vlerë, nuk ka nevojë pse shoqëria bëhet negative dhe ne të bëhemi bashkë me të. Duhet të jemi sa më pozitiv, të jetojmë me potencialin e plot për jetën tonë. Ta shikojmë shëndetin mos ta lëm pas, të ushqejmë shëndetshëm, të shëtisim drejtro, të shijojmë të gjitha bukuritë që i gëzojmë. Lum ai që ka mundësi. Disiplinë. Po, më drejtro, do t'i ndrojmë vendet, të premtoj do t'i ndrojmë vendet. Sigurisht. Valbona, mos të marr kohë, sepse ke edhe shumë punë për të bërë për sot. Unë të falenderoj shumë për
lidhjen e drejt për drejt për informacionet se çfarë pritet në bienalen të ndodh. Uroj që të kemi edhe informacione në lidhje me ekspozita të ndryshme që do t'i ketë edhe Kosova, po ashtu edhe Shqipëria, dhe do të na sillësh materiale të shumta për ditën e hënë që t'i kemi, t'ua shfaqim edhe shikuesve tanë. Por unë do doja të thoja. Patjetër që po. Për drekët, çfarë do hash sot? Ke planifikuar ndonjë gjë apo jo? Për drekën sot, sepse atje byrek nuk ka. Po arrita, pra s'ka burek, më drejtro, s'ka. Por ka gjëra shumë të mira, unë dje. Po, shprehu. Më falë drejtos, po më falë se regjia më tha një informacion. Regjis do t'ju bje magneta nga Venediku, ndërsa gjëra tjera jo. Drejtor, dje si kam arritur, si jam të muar në hotel, më njëherë kam gjetur një ndër restoranet më të afërta dhe hangra një pizza. Sepse doja ta shijoja, si të them, atë autenticitetin e vetë brumit të pizzas, ishte fantastike, drejtoro, edhe pse isha me një vend shumë kështu lokal. Si të them, të një lagjeje, mirë po ishte fantastike, mirë po sot drejtoro do të kaloj në pasta. Në pasta. Unë do t'jap një propozim, sepse italianët njihen shumë për shalët e bretkosave. Do doja që ti provoje dhe më beso se do fascinohesh me përgatitjen e këmbëve të bretkosave. Nuk të premtoj asgjë. Sepse ti e din që unë nuk i dua eksperimentet. Valbona, provoje se nuk du pendohesh asnjëherë. Dua të kthehem shëndoshë mirë, drejtro. Sigurisht që po. Sepse kam punë më pret. Do kthehesh duke kërcitur, si puna bretkosës, Valbona. Do të këtësaj kështu. Drejtro, faleminderit shumë. Shikues të dashur, shijoni emisionin e mëngjesit. Më vjen shumë keq që nuk jam aty prezente, mirë po jam me zemër aty. Shkruani më shumë mesazhe. Drejtroja tregon numrin e telefonit në WhatsApp dhe në Viber. Mos e harroni 19:00, gjithmonë sjell gjëra shumë të bukura. Jam e bindur që drejtroja po i bën disponim në orët e para të mëngjesit. Unë ju përshëndes fort dhe do të kemi lidhje edhe nesër në këtë orë me informacione të tjera. Dhe do më thuash, atë shijuan bretkosat apo jo? Shumë vështirë, nuk të premtoj. Valbona, faleminderit shumë. Kalosh sa më bukur. Uroj që ta shijosh. Dhe të na sjellësh sa më shumë informacione, sigurisht edhe ditën e nesërme, ku do të kemi një lidhje të drejt për drejt. Konkretisht nga Venediku, miq dashur. Edhe mos harro zbulo maskat, origjinën e maskave. Patjetër, kjo është domethënë një ndër, si të them, mbaj në mendje kështu. Gjërat më të para që duhet t'i bëj, patjetër. Mirë po sot domethënë ishin këto informacione sepse ende nuk janë hapur të gjitha domethënë ekspozitat të cilat ne do t'i ndjekim, mirë po unë jam e sigurt që nesër në orët e para të mëngjesit do të lidhemi nga Venediku, mirë po në të njëjtën kohë do të kemi edhe të shtunën të dielën gjëra që do të xhirohen me ato hapjet solemne, do të kemi shumë informacione për të ndarët me të kjo. Por të gjithë që jetoni në Itali, për shqiptarët që jetojnë në Itali, për të gjitha ata artdashësit, domethënë me të vërtetë është qendra, epicendra e artit botëror. Energjia është fantastike, jam e bindur që për të gjithë ju që do ta vizitoni, do të dilni njerëz dhe version më i mirë i vetës. Sigurisht. Valbona, faleminderit shumë edhe një herë. Do dëshiroj çaste të bukura edhe të na kthesh me buzëqeshje. Buzëqeshje edhe më të madhe sa e ke. Po. Faleminderit shumë. Gjithmonë. Miq dashur, drejt për drejt në linjë të drejt për drejt nga Venediku, Valbona Jon